Orhan Ismaili, Alban Hyseni, Besa Shahini, Përparim Rama, Zafir Berisha, Petrit Ajdari, Driton Selmanaj, Gazim Krasniqi, Natyra Kuqi e Shpejtim Bulliqi janë 10 kandidatët për kryetar komunash që kanë shpenzuar më shumë në rrjetet sociale për fushat, sipas Institutit Demokratik të Kosovës. KDI-ja ka publikuar disa të dhëna të cilat tregojnë shifrat e shpenzuara nga kandidatët për kryetar të komunave në rrjetet sociale. Sipas KDI-s për 3 javë fushat, 51 nga 206 kandidatët për kryetar komunash kanë shpenzuar rreth 25.000 euro për reklama online. Në këtë listë prin kandidati për kryetar të komunës së Prishtinës, Orhan Ismaili, me 6.318 euro të shpenzuara. Sipas të dhënave të KDI-s, pas Ismailit renditet kandidati për komunën e Gjilanit, Alban Hyseni, me 2.264 euro, ndërsa e treta është kandidatja e Partisë Social-Demokrate për Prishtinën, Besa Shahini, me 1.818 euro të shpenzuara. Kryetari aktual i Prishtinës, Përparim Rama i LDK-s, deri më tani ka shpenzuar 1.593 euro për reklamat online. Pas tij renditet Zafir Berisha, kandidat për komunën e Prizrenit, me 808 euro të shpenzuara. Petrit Ajdari nga PDK-ja, që garon për Drenasin, ka shpenzuar 735 euro, Driton Selmanaj nga LDK 724 euro, Gazim Krasniqi nga PDK 658 euro, Natyra Kuqi nga PSD 614 euro të shpenzuara dhe Shpejtim Bulliqi nga Lëvizja Vetëvendosje ka 584 euro të shpenzuara për reklamat online.